Një tavolinë pokeri me një luk piru dhe një gotë ujë, çfarë mund të bëjmë? Besoj se do ham. Po, bravo do hani, unë do ju sjell Sa e vështirë ishte? Do ju sjell 4 pjata nga 4 shtete të ndryshme dhe ju do gjeni se cila pjati përket cilit shtet. A ke shku ke marrë atje? Po, kam marrë 4 avion këtë javë në shtete ndryshme që të marrë pjata. Na klikoni, na bëni subscribe, që ne fund- të kemi këtë lloj mirëqenie. Në fund fare, pasi t'i gjeni pjata, do i bëni review, fitof më e mira. Pjata numër 1. Okej, unë e di çfarë është. Ky shtet ka 3 vulkane aktive. Ky shtet ka 2 shtete brenda tij. Në një qytet të tij ndodhet shtëpia e Julietës. Romeo dhe Julieta Itali? Po, Tani Romeo dhe Julieta. Po tani gjeni pak Është në këto. Verona. Verona. Po. Verona. Qa tjetër Verona. kishte? 3 vulkane aktive. Etna. Është një me V. V? Veç etën di për vetë. Vezuvi. Venuzi. Vezuvi. Vezuvi, s'ka gjë afro. Një shtet Tjetër s'di vallaj. shtet brenda shtetit me stadion është Vatikan. Po. Po të dytë nuk e di. Kjo është Gjithsesi pjatë kjo është italiane. italiane. Ua, mund ta ham? Po hajene. Ua, super. Review. A mund ta tregojmë pak çfarë ka? Atëherë ka O zot, po vdes ta ha. rucola, mozzarella. Domate. Mozzarella është kjo besoj, ëh? Nuk e di kish do ta ha. Domate dhe borzilok. Provoje ti ta provoj. Mund ta është mjaftueshëm e madhe për të dyja. O zot, Si është focaccia? Italia nuk zgënjen kurrë. Buka. Është o zot. Është shpirt sikur e han në Itali. Po. Domatja? Shqiptare. Po. Është shumë e mirë, realisht. Do të thënë kjo Washa është ftohur. kombinimi. Kjo është ftohur, por prapë është shumë e mirë. Çfarë vlerësimi jepni? 1 në 10. 10. 10. Okej, gjithmonë Italia dhe ushqimet 10. Kalojmë tek pjata e dytë. Pjata numër 2. Çfarë është kjo? Prit, A mund ta nuhas? ky shtet, po bëni çfarë doni, thjesht më dëgjoni. Ky shtet ka mbi 22 gjuhë zyrtare dhe qindra dialekte. Prodhohen më shumë filma në vit se në çdo vend tjetër. Dhe aty ndodhet një nga malet më të larta në botë, është Everesti, është A kanë lopën? tjetër dhe i treti është i këtyre. A kanë lopën të shenjtë këta? Ishte të dënat kjo? Jo, thjesht po pyes. Po dhe mundet ta kenë. Okej. Kjo Ka është 22 shumë. gjuhë Terri. zyrtare dhe prodhon më shumë filma në vit se çdo vend tjetër. Tani, mua kjo pjata mblidhet vetëm me një sken. Mbaj mend. Vasti çuntra ka pas? Ka, vati çantra. Vati çandra. I solli një pjatë Alekut. Dhe ai Po dish. është Ja. tjetër, është Ai e hëngri me sadë. janë 2 telenovelat ndryshme. Po pra, vati Sa është vati çandra? Vasundra. Vasundra ka qenë mamaja e Alekut. Ka qenë mamaja e Alekut. Dhe ka një gjë që ata e hajnë ushqimin me duar. Po, nuk do e bëni me duar. Jo, ne do ta ham tamam, po them çfarë mbaj mendu nga skena film. Mirë. Unë e di, pa Përgjigja të dhëna përfunditor? fare, është India. India. Se që Jeni nga të sigurta? Roma, po. A Unë jeni të provuar sigurta? vetëm një herë ushqim indian, po maj. Unë s'kam provuar asnjëherë ushqimin Ti indian. Kristela, je sigurt? Tani ne Nga Roma, po. Shiko, ne shqiptarët nuk e bëjmë orizin kështu, ne e bëjmë me shumë yndyrë pilafin, e bëjmë me shumë yndyrë, e bëjmë me lëng pule. Ore është indiane, nuk e Kurse lutopi. ky është oriz. Këtu. Provojni që ka krip orizi? Kerry, zemra, kjo është kerry, indianët e përdorin pa fund. Shifeni, a kerry. ka krip orizi? Provojni pak. Një kokër oriz. Jo. S'ka kripa? Jo, nuk ka fare krip. Është oriz basmat? Pa. Qa është o gru? Është India, bravo. Ua. Okej. Provojni tani. Okej, Kisiana jepi? Okej, nuk është i keq. Nuk është i keq. Të bën alergji dhe na vdesësh aty tani. Se Ndoshta është puna sushi që kur han fillim se pëlqen, pastaj O më pëlqen shumë. Okej, ushqimi indian nuk është në shihet e mia. Ndoshta vetëm për shkak të erëzës. Çfarë note japim? Do t'jap një 5 për respekt Alekut. Çfarë note jep? oriz basmat pa krip, 10, ku di unë. Okej. Pjata numër 3. Ka shumë qep. Kisana ke ndonjë takim sot? Në këtë vend, kur dikush martohet, shtëpia e dhëndrit lyhet me bojë të kuqe si shenjë bekimi. Një prej qyteteve të tij ka më shumë se 3000 xhami
Okay, Ka mira kilometra vi bregdetare në të dy detet, Egje, Mesdhe dhe detin e Zi. 3. Arabe. Arabe, mendoj dhe unë. Është shawarma? Që ta di? Jo. Jo? Jo. Nuk është qa Është pita arabe. Është pita arabe? Jo. Jo? Çfarë ka emrin kjo? Mos është Turqia. Është durum kjo? Është turke, ushqim turk. Është durum? Më duhet një përgjigje përfundimtare. Më thuaj është durum që ta di me Turqia apo jo? Se nëse kjo është durum, është Turqia. Pa. Bravo. Bravo. Miq është bërë në zgar. E ndjen? Po. 8 nga 10. Ti Kristela çfarë note jep? Do t'i jap 5. 5 edhe kësaj. Jo, nuk është përshjet e mia. Ti e vlerëson këtë njësoj si ushqimin indian. Ndoshta pak më mirë. Okej, po jap 7. Okej. Pjata e fundit. O sa e mirë duket kjo. Kalendari një prej qytetërimeve të lashta parashikoi fundin e botës në 2012-ën. Maja. Nga është Maja? Maja, këngëtaremi? Po, nga Vlora. Është nga Vlora? Okej. Është vendi origjinal i çokoladës. Greqia, nuk shoh. Shkretë të tjera, xhungla, vulkane të mëdha dhe plazhe në paqësor dhe në Karaibe. Okej. Prit, na çove nga Greqia tani. Jo. Shkretë të tjerë nuk bëse se ka Greqia. Kjo është meksikan, se po është meksikan. Po çfarë të bën ta mendosh me jep Shiko, unë si fillim mendoj që ti the oqeani paqësor. Në oqeani paqësor është Amerika e Jugut. Qa kishte tjetër Karaibet, është pra Amerika e Jugut. Po. Me njohuritë e mia shumë bazike në gjeografi. Vetëm kjo nuk më lidhet me çokoladën mua. Çka ka kjo me? Dhe është vendi origjinal i çokoladës. Është meksikane se ka dhe këto. Si quhen këto? Jalapenos. Po, meksikan. Okej. Meksikan. Jeni të sigurta? Është shumë pikante. Meksika. Bravo, i gjeto. Ti keni gjetur gjitha, more. E shef, po Që jeni më të zgjuar se shpendante? Juj. Unë des për gjëra spicy, mishin pëlqeu shumë. E hëngra këtë sikur do ma hante Kristëlli që si ha spicy të fare. Qa mi që është kë? Vici, besa. Vici. Po jap një 9 nga 10. Kjo është mirë. 9 nga 10. Atë kjo është shumë e mirë. Ma misër, po du të këshim gjetë mi që është meksikan, pa donat e kësaj fare. Kjo është shumë e mirë, por do të ishte pak më e kripur, është pak e ëmbël. Unë do t'i vë një 9. Nga 10. Po. A mund ta hash si çaj njëri normal bashkë me pite? Për juve fiton focaccia italiane. Po. Okej, e sigur? Me gjysmë zemër tani që provova dhe këtë. Ishte mish shumë i mirë. Po pra. Shumë i A mirë. mund ta ndroj ta bëj 10? Okej, që të keni një Që të mbaj kjo këtë dhe këtë? Po. Merë Okej. Kristela. Okej, secili ushqimin në pjatën e vet, ka ishte Bogafu sfida prek jon. një patate shkreta ti. Do Po haj. çova të hash. Do Sorry, haj Didi. sanduiçin tim. Po të paktën thoni mirupafshim njerëzve. Më fali se na huton ushqimi. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim, na bëni like. Love you guys. Dhe na sugjeroni sfida të tjera që ne t'i bëjmë te prova dhe unë.